realisht? Po ajo është gënjeshtër e kulluar, nuk e di kush e ka thonë se nuk e kom përcjell emisionin. Po ai që e ka thonë atë është një gënjeshtër e kulluar. Unë Shpejtim Bulliqin nuk e kam ndihmue në asnjë rast. Edhe nuk më shkon në mendja me ndihmue asnjëherë. Mirë, ndoshta ka qenë që ta shtrojmë si analizë mund të ketë pasur efekt tek mos suksesi i LDK-s, mos kandidimi juaj, por ju thoni që nuk jeni lëshuar asnjëherë në terren. E kam dëgjuar disa herë ta keni bërë këtë shpjegim, andaj dhe ndjeva të obligative që t'ju thras drejt për drejt. Shumë faleminderit, është e vërtet që unë kohën e fundit kam qenë ma pasiv, sepse ka qenë kërkesa e LDK-s që unë mos të kyqem në fushat, bile në zgjedhjet e kaluara kanë shkuar aq larg sa që kanë thonë nëse Agim Veliu vjen në fushat e bën fushat për LDK-n ai humb zgjedhjet, kështu që unë ju kom përmbajt asaj kërkesës LDK-s, kam qëndruar pasiv edhe rezultatin e kanë atë që e kanë. E qartë, zoti Veliu... Pastaj ka qenë një përpjekje që të më nxjerrin si fajtor për humbjen. Unë e kam sharu edhe këtë pjesë, që unë nuk mund të jem fajtor për diçka që nuk kam bë, po megjithatë u po që